Të dashur miq, jo më larg se sa dje ju njoftova se plani për të sulmuar Iranin është gati. Sot në mëngjes, 13 qershor 2025, një sulm nga brenda Iranit i orkestruar nga Mossadi dhe ushtria izraelite. Kishin ndërtuar afër kryeqytetit bazat e tyre me dronët të fjalës së fundit, të cilët me një precizion të lartë, madje jo vetëm laboratorët, raketat e drejtuara në Izrael, por edhe njerëzit i kanë gjetur dhe i kanë goditur me precizion të lartë. Komandant të lartë ushtrisë, profesor, doktor, inxhinierët, shkencëtarët, të cilët ndërtojnë armët bërthamore. Kështu Izraeli ka realizuar një sulm spektakolar pikërisht në zemër të kryeqytetit të armikut të tij më të madh, Iranit. Le të presim kundërpërgjigjen e Iranit, me sa duket Izraeli nuk do të flejë gjuhën, ata janë 24 orë në shërbim në mbrojtje të adeut të tyre. Gjithë të mirat me lajme as pak të mira.